السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në hutben e kaluar, duke përshkruar jetën e Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam, kisha përmendur disa ngjarje lidhur me standardet e tij të vërtetësisë. Edhe sot do të vijoj të njëjtën temë, edhe do t'ju sjell disa ngjarje. Kundër Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam ishte ngritur një padi nga Dr. Henry Martin Clark. Ishte një çështje gjyqësore për tentativë vrasje dhe ishte një padi jashtëzakonisht e rrezikshme. Ai thot, pra Hazrat Mesiu premtuar Islam thot, çështja e Henry Martin Clarkut ishte aq e rrezikshme sa që mund të jepe edhe dënimi me varje. Duke përmendur padin që hebrejt kishin ngritur kundër Hazrat Isait alayhis salam në gjykatën romake, Hazrat Mesiu premtuar Islam jep këtë shembull dhe thot, një padi e tillë u ngrit edhe kundër meje. Kundër Mesihut alayhis salam, pra kundër Isait alayhis salam, padin e kishin ngritur hebrejt, por në këtë perandori, kundër meje ai që ngriti padi ishte një prift i shquar dhe gjithashtu doktor. Pra, domethënë doktor Martin Clarku, i cili ngriti kundër tij një padi për tentativë vrasje. Ai siguroi dëshmi të plota. Sot Hazrat Mesiu premtuar Islam, ai siguroi dëshmi të plota, madje edhe Maulvi Abu Said Muhammad Hussein Betalviu, i cili është kundërshtar dhe armik i ashpër i këtij xhamati, erdhi në gjykat për të dëshmuar. Ai dëshmoi kundër meje sa mundi dhe u përpoq plotësisht që çështja të provohe kundër meje. Kjo çështje ishte në seancën e kapitenit Douglasit, zëvendës komisioner i Gurdaspurit, i cili sot ndoshta është transferuar në Shimla, pra atëherë kur Mesiu premtuar Islam shkruan te këto fjalë. Sidoqoftë, thot ai, çështja u përgatit plotësisht para tij. Ai thot, të gjitha dëshmitë kundër meje u dhanë me shumë forcë e zhurmë, në një gjendje dhe formë të tillë. Asnjë jurist apo njeri me mendim të shëndosh nuk mund të thoshte se unë mund të lirohesha. Kërkesat e kohës dhe rrethanat ishin bërë të tilla që unë do t'i dorëzohesha gjykatës së sesionit dhe prej andej do të jepe urdhri për varjen e litar, ose do të më jepe dënimi i kalimit përtej detit të kripur, domethënë do të më jepe dënimi me burgim të përjetshëm. Por Allahu i madhërisëm, ashtu siç më kishte njoftuar para çështjes, po ashtu më kishte treguar edhe para kohe se unë do të lirohesha prej saj. Kjo profeci ishte e njohur për një grup të madh të xhamatit tim. Me pak fjalë, kur çështja arriti në këtë fazë dhe armiqt e kundërshtarët e menduan se tani magjistrati, pra gjyqtari, do të më dërgonte në gjykatën e sesionit, në atë rast ai i tha kapitenit të policisë, pra shefit të policisë, pra domethënë Douglas, kapiteni Douglas i tha shefit të policisë, kjo çështje mua më duket e sajuar,
nuk ma pranon zemra se vërtet ishte bërë një përpjekje e tillë dhe se ai, pra po thoshte Mesiun për Mesiun e premtuar Islam, dhe se ai të ketë dërguar dikë për ta vrarë Dr. Clarkun. Pra gjyqtari nuk ishte i bindur, e urdhëroi shefin e policisë, hetojeni përsëri këtë çështje. Allahu i Madhërisëm ja hodhi në zemër gjykatësit që t'i thoshte shefit të policisë, hetoje përsëri. Hazrat Mesihu ibn Islam vijon, kjo ishte koha kur kundërshtarët e mi jo vetëm që po bënin çdo lloj plani kundër meje, por edhe ata njerëz që pretendonin se lutjet e tyre pranoheshin, ishin të zënë me lutje kundër meje. Madje po luteshin duke qarë që unë të dënohesha. Por kush mund t'i dalë përballë Allahut të Madhërisëm? Unë e di se kapiten Zoti Douglas i quan edhe disa rekomandime, por ai ishte një gjyqtar i drejtë. Ai tha, nuk mund ta bëj një poshtërsi të tillë. Me pak fjalë, kur kjo çështje ju dorëzua kapiten Lemar Qendit për hetim të ri, kapiteni i nderuar thirri Abdul Hamidin dhe i tha, trego të vërtetën saktësisht. Abdul Hamidi përsëriti sërish të njëjtën histori që kishte paraqitur para zëvendës komisionerit. Ati i ishte thënë më parë se nëse do të bënte edhe pak kundërthënie do të kapej. Prandaj ai vazhdoi të thoshte të njëjtën gjë. Por kapiteni i tha, ti këtë e ke thënë edhe më parë. Gjyqtari nuk është i bindur me këtë. Domethënë magjistrati nuk ishte i bindur sepse ti nuk po tregon të vërtetën. Kur kapiteni Lemar Qendi ja tha për herë të dytë, ai duke qarë ra te këmbët e tij dhe tha, më shpëtoni ju lutem. Kapiten sahibi e qetësoi dhe i tha, fol. Atëherë ai zbuloi të vërtetën dhe pranoi hapur se ky deklarim i ishte marrë me kërcënim. Ai tha, Mirza sahibi kurrësi nuk më ka dërguar për vrasje. Kapiteni u gëzua kur dëgjoi këtë deklaratë dhe i dërgoi telegram zëvendës komisionerit duke thënë, e kemi zgjidhur çështjen. Pastaj çështja u paraqit në Gurdaspur dhe atje kapiten Lemar Qendi dha betimin dhe shkroi deklaratën e tij në betim. Hazrat Mesihu premtuar Islam thot, unë shija se në atë kohë në gjykat zëvendës komisioneri ishte shumë i gëzuar që e vërteta kishte dalë në shesh. Ai ishte shumë i zemëruar me ata të krishterë që kishin dhënë dëshmi të rreme kundër meje. Mu drejtua duke thënë, ju mund të ngrini padi kundër këtyre të krishterëve. Por me që unë e urrej procesin gjyqësor, thash vetëm, nuk dua të ngrej padi. Çështja ime është ngritur në qiell. Atëherë në atë moment i nderuari Douglas shkroi vendimin. Atë ditë ishte mbledhur një turmë e madhe njerëzish. Duke shpallur vendimin, ai më tha, urime, jeni i lirë. Unë shija se në atë kohë e gjithë bota ishte armike e imja. Kështu ndodh, kur bota ngrihet për të shkaktuar dhimbje, edhe muret e dyert fillojnë të shpojnë si gjemba. Vetëm Zoti është ai që i shpëton robërit e tij që përkrahin të vërtetën. Unë po qëndroja në të vërtetën, prandaj Allahu i Madhërisëm më shpëtoi. Në po këtë çështje, një person që ishte paraqitur në atë padi dhe që ishte avokat jashtë xhamatit, pra nuk ishte antar i xhamatit, me emrin Molvi Fazldin, ka treguar për drejtësinë dhe moralin e lartë të Hazrat Mesihut të premtuar alayhis salam. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfaniu e ka shënuar këtë ngjarje në librin e tij Hayat-e Ahmed. Ai shkruan, ngjarja e dytë madhështore për moralin e Hazrat Mesihut të premtuar alayhis salam e që mbështet vërtetësinë e tij u shfaq edhe në këtë çështje, pra i referohej pikërisht çështjes në fjalë. Sa shumë e donte ai të vërtetën, dëgjojeni këtë nga fjalët e të ndjerit të nderuar Molvi Fazldin sahib, avokat të cilat mi tregoi një bashkëkohësim i sinqert, Lala Dina Nath, kryeredaktor i dy gazetave, pra i gazetës Desh dhe i gazetës Hindustan. Këto ishin dy gazeta
Dhe Lala Dinanat ishte kryeredaktori i tyre dhe ishte hindu dhe ishte mik i Sheikh Yaqub Ali Irfaniut. Kryeredaktori i gazetave në fjalë i tha Sheikh Yaqub Ali Irfaniut, a e dini se çfarë respekti kam në zemër për Mirza Sahibin? Unë e konsideroj pozitën dhe rangun e tij jashtëzakonisht të lartë, megjithse lidhur me pretendimet e tija nga pikpamja e psikologjisë, pra thot kryeredaktori, mendoj se ai ka gabuar në kuptimin e tyre. Pra, ai thoshte se pavarësisht se nuk e pranoi deklaratën e tij për të qenë Mesi, por ai është gjithsesi njëri i mirë. Ai vijon si një njeri shpirtëror dhe mësues i lartë. Ai, pra thot për Mesiun e premtuar alayhis salam, i përket një kategorie shumë të lartë. Këtë bindje për të e fitova nga një ngjarje dhe ai tregon këtë ngjarje. Ju e njihni Hakim Ghulam Nabiun, Zubedatul Hukama dhe njihni edhe Molvi Fazldinin, avokatin. Në shtëpinë e Hakim Ghulam Nabiut, mbrëmjeve shpesh mblidheshin. Edhe unë shkoja atje. Një ditë, aty ishin mbledhur disa miq, rastësisht u përmend Mirza Sahibi, pra folëm ra fjala për Mirza Sahibin. Një person filloi ta kundërshtonte në një mënyrë jo fisnike. Ky hinduist, pra ky hindus kryeredaktori i gazetës thot se kur e dëgjoi këtë, i ndjeri Molvi Fazldini u zemrua dhe tha me zë të lartë: "Unë nuk jam ndjekës i Mirza Sahibit. Nuk besoj në pretendimet e tija, për çfarë do arsye qoftë, por unë e pranoj personalitetin e tij madhështor dhe përsosmërinë e tij morale. Jam avokat dhe njerëz të çdo shtrese vijnë tek unë për çështje gjyqësore. Kam parë mira e mira në këtë drejtim dhe përmes avokatëve të tjerë, edhe kam parë shumë të tjerë. Kam parë njerëz shumë të mirë për të cilët nuk mund të lindë as dyshimi se mund të shtiren ose të jenë hipokrit. Por në çështje gjyqësore, nëse kanë menduar se sipas këshillës ligjore duhet ta ndryshojnë deklaratën e tyre, e kanë ndryshuar pa hezitim. Mirpo, në gjithë jetën time, vetëm Mirza Ghulam Ahmedi kam parë Mirza Ghulam Ahmedin që nuk lëvizi nga vendi i së vërtetës. Unë isha avokat në një çështje të tij. Kjo çështje është pikërisht çështja e priftit Henry Martin Clarku. Thot, në atë çështje, unë përgatita për një deklaratë ligjore dhe ja paraqita. Ai e lexoi dhe tha, në këtë ka gënjeshtra. I thash, deklarata e të pandehurit nuk është nën betim dhe ligjërisht ai ka të drejtë të thotë çfarë të dojë. Atëherë Mirza Sahibi, pra Hazrat Mesiu premtuar Islam, mu përgjigj, ligji i ka dhënë leje të thotë çfarë të dojë, por Allahu i Madhrishëm nuk e jep këtë leje. Allahu i Madhrishëm nuk ka lejuar që ai të gënjejë, dhe as qëllimi i ligjit nuk është ky. Prandaj unë kur nuk jam i gatshëm për një deklaratë që bie ndesh me faktet. Unë do ta paraqes çështjen sakt, ashtu siç është. I thash, ju po e hidhni veten në telashe me vetë dije, madje në një telashe shumë të madhe. Hazrat Mesiu premtuar Islam ju përgjigj, të hedhësh veten në telashe me vetë dije është kjo që unë duke dhënë një deklaratë ligjore për të përfituar padrejtësisht ta zemëroj Zotin tim. Kjo nuk mund të ndodh prej meje, çfarëdo që të ndodh. Lala Dinanat Sahibi, pra kryeredaktori, i tregoi Sheikh Yaqub Ali Irfaniut Sahibit se Molvi Fazldini, pra avokati, thoshte Mirza Sahibi i tha këtë fjalë me një vrull të tillë saqë në fytyrën e tij kishte një madhështi dhe forcë të veçantë. Pasi e dëgjova këtë, i thash, pra avokati i tha Hazrat Mesiu të premtuar Islam, atëherë unë si avokat nuk mund t'ju ndihmoj dot në këtë çështje. Më tha, unë kur nuk kam menduar se do të kem dobi nga avokatia juaj, ose nga përpjekja e ndonjë njeriu tjetër, po ashtu nuk mendoj se kundërshtimi i dikujt mund të më shkatërrojë. Mbështetja ime është vetëm tek Allahu i Madhërisëm, tha, i cili tha, më sheh zemrën. Ju kam caktuar avokat sepse përdorimi i mjeteve është pjesë e edukatës shpirtërore dhe me që e di se ju jeni i ndershëm në punën tuaj, prandaj ju caktova. Pra, ky është vetëm një mjet i jashtëm që duhet përdorur dhe unë po e përdor për këtë
I tha Mesiu premtuar Islam avokatit. Nuk kam mbështetje tek ju, tha. Pra avokati thotë, unë përsëri I thash, ju sugjeroj pikërisht këtë deklaratë. Mirë po, Mirza Sahibi tha, jo, deklaratën që e shkruaj vetë, pa marrë parasysh pasojën dhe përfundimin, dorëzojeni po atë. Në të të mos ndryshohet as edhe një fjalë. Dhe unë ju them me bindje të plotë se ajo do të jetë më ndikuese se deklarata juaj ligjore. Përfundimi nga I cili ju keni frikë nuk do të shfaqet, përkundrazi, fundi inshallah do të jetë I mirë. Edhe nëse supozohet se në sytë e botës përfundimi nuk del I mirë, do me thënë nëse unë dënohem, unë nuk shqetësohem për këtë, sepse atëherë do të jemi lumtur që nuk I jam treguar mosbindës ndaj Zotit tim. Kryeredaktori Laladin Anat thoshte se avokati Molvi Fazldini me shumë zjarr dhe sinqeritet e paraqiti kështu mbrojtjen e Mirza Sahibit dhe tha, pastaj ai e shkroi vetë me njëherë deklaratën e tij, fuqia e Zotit ishte e çuditshme, ndodhi pikërisht ashtu siç thoshte ai. Pikërisht mbi atë deklaratë ai u lirua. Pra avokati thot për Mesiun premtuar Islam. Pra avokati, duke përmendur drejtësinë e tij në atë kuvend, guximin dhe trimërinë për të pranuar çdo lloj fatkeqësie për hir të së vërtetës, preku me fjalët e tij të gjithë të pranishëm. Të gjithë ata që ishin ulur aty si të huaj dhe që po kundërshtonin heshtën, atëherë disa e pyetën, pse atëherë nuk bëhesh ndjekës I tij? Ai tha, kjo është çështja ime personale dhe ju nuk keni të drejtë të më pyesni për këtë. Unë e besoj atë si një njeri plotësisht të drejtë dhe kam respekt të madh për të në zemrën time. Për po këtë ngjarje ka edhe një transmetim nga Master Nezir Husaini. Ai thotë se I ndjeri Molvi Fazldini, pra avokat I gjykatës së lartë, kishte një dashuri të thellë për Hazrat Mesiun e premtuar Islam dhe zakonisht merrte pjesë në çështjet e tij. Ai thot, ai më tregoi se e konsideronte Hazrat Mesiun e premtuar Islam si një njeri të drejtë, të përsosur në shkallën më të lartë. Kur e pyeta, ai më tregoi ngjarje të tij dhe tha, ne shkuam në një çështje që ishte midis Mirza Ghulam Ahmed Sahibit, pra midis Hazrat Mesiut premtuar Islam dhe oficerit Martin Clark. Në këtë çështje, kur një person me emrin Abdul Hamid deklaroi se Hazrat Mesiu premtuar Islam e kishte dërguar për të vrarë Martin Clarkun, atëherë unë në cilësinë e avokatit e porosita Mirza Sahibin, pra Mesiun e premtuar Islam, ju duhet të thoni në gjykat se nuk e njihni Abdul Hamidin. Pas kësaj do të merrem unë me pjesën tjetër të procedurës. Ju jepni vetëm këtë deklaratë, nuk e njeh personin. Kaq. I ndjeri avokat thoshte, ne e siguruam në çdo mënyrë se nëse ai jepte vetëm këtë deklaratë, suksesi I tij ishte I sigurt, përndryshe lirimi ishte I pamundur. Avokati thoshte se Hazrat Mesiu premtuar Islam, pasi dëgjoi të gjitha propozimet tona, tha, unë kam ardhur në botë për ta vendosur të vërtetën. Unë kur nuk do ta gënjej. Edhe nëse më varin në litar. Unë e njoh Abdul Hamidin. Ai vinte në Kadian. Unë nuk mund ta mohoj këtë kurse si çfarëdo që të ndodh. I ndjeri Molvi Fazldini, pra avokati, thoshte, ne I tham, shpëtimi I jetës është detyrë, prandaj nëse nuk doni të gënjeni, të paktën jepni një përgjigje të tillë ku të mos kuptohet qartë se ju e njihni atë. Pra, jo gënjeshtër, por thjesht një përgjigje të mjegullt. Hazrat Mesiu premtuar Islam ju përgjigj, as këtë nuk mund ta bëj. Zoti më ka dërguar në botë për të paraqitur shembullin tim. Nuk mund të jap një shembull të gabuar për të shpëtuar jetën time. Nëse e paguaj me kokë duke thënë të vërtetën, kam fituar. I ndjeri Molvi Fazldin Sahibi, pra avokati, dhe ai ishte jo Ahmedian, nuk ishte antar I xhamatit. Në atë kohë ne u dëshpëruam plotësisht. Thot pra ai, kur deklarata e tij u dha në gjykat, ai pranoi qartë, unë e njoh Abdul Hamidin. Atëherë ne u bindëm se lirimi tashmë ishte I pamundur, por kur pam ndihmën e Zotit që I erdhi në këtë çështje, mbetëm të habitur se si Zoti e ndihmoi të dërguarin e tij dhe në atë çështje të rënd, ai u lirua me nder dhe doli I suksesshëm.
Hazret Mesihu ibn Islam thot: sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam u therën, por nuk u ndalën nga të thënët e së vërtetës. Ata çliruan kaq shumë vende që nuk gjendet shembulli i tyre. Cila ishte arsyeja? Vallë. Ata kishin sinqeritet, kishin vërtetësi dhe kishin besnikëri. Njerëz të tillë që mendojnë vetëm për interesin e tyre janë ateist. Ata që kanë besim tek Allahu i Madhërisëm dhe bëjnë diçka për hir të Allahut e dinë se ndihma e Allahut do të vijë. Prandaj nuk veprojnë kështu. Ata që janë robër të Allahut nuk gënjejnë dhe nuk ndalen nga të thënët e së vërtetës. Nëse më pyesin, a deklaron se je Mesi i premtuar? Atëherë unë do të tregoj çfarë përgjigje jap. Pa të vërtetë dhe pa guxim burror nuk ka sukses. Kundër meje u ngritën kaq shumë padi, por cili ishte përfundimi i tyre? A mund të thot dikush se nga frika e këtyre gjërave kam bërë një hap pas? Kjo është shirk. Unë besoj se Zoti ekziston dhe ai ndihmon robërit e tij të sinqertë. Unë po ju them sinqerisht të vërtetën, që ai që thot me zemër të sinqertë la ilaha illallah, Allahu i Madhërisëm është me të. Islami është e vetmja fe që e krijon këtë cilësi. Pra, ai tha, nuk është e veçantë vetëm për të, madje kjo vlen për të gjithë. Kushdo që e thot me zemër të sinqertë dhe ka besim tek Allahu do të shpëtohet. Përmendet edhe dëshmia e një hindusit që e njihte Hazrat Mesihun ibn Islam që nga familja. Ai thot: unë kam parë Mirza Ghulam Ahmedin që nga familja. Unë dhe ai jemi moshetar. Në Kadian kam pasur gjithmonë vajtjeardhje dhe edhe tani e shoh. Siç janë të shkëlqyera shprehit e tij tani, po kështu të mira ishin edhe më parë. Ai flet për jetën e tij dhe shkruan, pra ky hindu shkruan, i vërtet, besnik, i mirë, shoh sikur përmeshveri ka marrë formën e Mirza Sahibit, pra përmeshver në hinduizëm i thon Zotit, dhe ka zbritur në tokë dhe përmeshveri po i shfaq vetë shenjat e tij, thot ky hindu. Djali i tij i madh, Mirza Sultan Ahmedi, pra djali i madh i Mesihut ibn Islam, shkruan: baba im ishte gjithmonë i angazhuar në punët e fesë. Familjarët kishin besim të plot tek ai. Edhe banorët e fshatit kishin besim të plot tek ai. Edhe bashkëpunëtorët, të cilët nga njëra anë ishin kundërshtar, ishin aq të bindur për mirësinë e Hazrat Mesihut të premtuar saqë në mosmarrveshje thoshin: çfarëdo që të thot ai, ne e pranojmë. Çdo njeri e njihte si besnik dhe njihte si të vërtetë. Hazrat Muslim Maudi, pra kalifi i dytë i xhamatit, thotë se babai i Hazrat Mesihut të premtuar shqetësohej për të, si do t'ia dal ky? As nuk mund të merret me administrimin e pasurisë, as nuk dëshiron të punojë. Në një fshat të afërt ishte një sik. 2 djemtë e tij shkonin tek gjyshi i ynë. Njëri prej tyre ma tregoi këtë ngjarje duke thënë: një herë Mirza Sahibi i madh, pra gjyshi, më tha: shko ti, Ghulam Ahmedi është moshatar me ty, këshilloje që nëse nuk mund të administroj pasurinë, unë mund ta punësoj diku atë. Ai thot: unë shkova dhe i thash: babai yt po zemërohet që nuk po bën ndonjë punë. Ai ka frikë se do të jetosh gjithë jetën me kafshatet e vllait. Çfarë do të bësh kur ai do të ndrojë jetë? Më tha: mund të të gjej punë nëse ti dëshiron. Hazrat Mesih ibn Islam pasi i dëgjoi këtë tha: babai shqetësohet kot. Thuaj se jam punësuar tek i madhi Zot dhe jam bërë tashmë shërbëtori i tij. Edhe pse gjyshi ishte njëri i botës, sipas tregimit të atij sikhu, kur ai shkoi dhe i tha se Hazrat Mesih ibn Islam thot kështu, ai heshti, pastaj tha: nëse biri im Mirza Ghulam Ahmed e ka thënë këtë, atëherë thot të vërtetën, ai kur nuk gënjen. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi tregon: më kujtohet shumë mirë dhe nuk mund ta harroj kurrë këtë ngjarje. Në vitin 1916, kur i ndjeri Zoti Walter, i cili ishte sekretar i All India YMCA, erdhi në Kadian për të hetuar rreth xhamatit. Në Kadian ai shprehu dëshirën që të takohej me ndonjë shok të vjetër të themeluesit të xhamatit Ahmedia. Në atë kohë i ndjeri Munshi Arora ishte në Kadian. Zoti Walter u takua me të
pra me të ndjerin, मिस्टर वाल्टर ने मुंशी साहब से Munshi, pra me të ndjerin Munshi në Xhamin Mubarak, pas bisedës së zakonshme Zoti Walter e pyeti Munshiun, cila provë ndikoi më shumë tek ju për vërtetësinë e Mirza Sahibit. Munshi Sahibi u përgjigj, unë nuk jam shumë i shkolluar dhe nuk di shumë argumente shkencore, por gjëja që ndikoi më shumë tek unë ishte vetë personi i Hazrat Mirza Sahibit. Unë nuk kam parë njëri më të vërtet, më të ndershëm dhe me besim më të madh te Zoti se sa ai. Duke e parë atë, askush nuk mund të thotë se ky njeri është gënjeshtar. Pra, unë isha i uritur për të parë fytyrën e tij. Nuk doja shumë argumente. Pas i tha këtë, i ndjeri Munshi Sahib u mërzit aq shumë nga kujtimi i Hazrat Mesihut të premtuar, sepse deri atëherë kishte ndrurë jetë Mesihut të Islam, saqë filloi të qante me dënes, derisa i zun lemza nga të qarët. Në atë kohë, gjendja e Zoti Walterit, i cili po e merrte intervistën, ishte e tillë sikur t'i prisje trupin nuk do të dilte gjak. Fytyra i u bë krejt e bardhë. Ngjyra e fytyrës së tij u bë e bardhë si një qarqaf i lar. Më vonë, ai e përmendi posaçërisht këtë ngjarje edhe në librin e tij Ahmadiyya Movement dhe shkroi se njeriu që ka krijuar njerëz të tillë në shoqërinë e tij, të paktën nuk mund ta quajmë dot mashtrues. Hazrat Mia Rahim Bakhshi tregon, takova një person, Muhammed Ibrahim, që ishte Ahmedian. Me të bisedova për disa çështje dhe u binda. Natën pash një ëndër. Ne 4 vëllezërit kishim humbur në një shpellë mali dhe nuk po gjenim rrugën. Unë u ngjita nga një anë dhe dola sipër, pash se po ecte një tren, por ishte shumë lart nga toka. U habita se si të ngjitesha në të. Sipër qëndronte një njeri. Ai më tha, kap litarin që varet nga qielli poshtë. Atëherë mund të ngjitesh lart. Pra ai e pa këtë pamje të tërë në ëndër dhe thot, në mëngjes Muhammed Ibrahimi erdhi tek unë, i tregova ëndrrën time. Ai nxori Kuranin e shenjtë dhe më tregoi kuptimin e ajetit wa'tasimu bihablillah, pra kapuni fort pas litarit të Allahut. Atëherë unë shkrova letrën e beatit. Më erdhi përgjigja se beati është pranuar, por duhet patjetër të vish në Kadian. Kjo përgjigje më erdhi nga Hazrat Mesih ibn Islam, ose nga ai që e kishte shkruar nga sekretari i tij, ose nga ai që i shkruante letrat. Atëherë, po në atë kohë u përgatita për të shkuar në Kadian. Kur në stacionin e Amritsarit hipa në trenin për në Batala, në vagonin tim ishin 2 a 3 sik. Ishin shumë të moshuar. Më pyetën ku po shkon. Në Kadian, u thash. Ata sik thanë, në Kadianin e Mirzas? Po, atje po shkoj, ju përgjigja. U thash, më tregoni mirë si është ai. Edhe pse e kisha parë ëndrrën, megjithatë, për më shumë qetësi të zemrës i pyeta edhe ata se si ishte ai. Domethënë, pyeti për Hazrat Mesihun ibn Islam. Ata thanë është shumë i njohur. Ai pretendon për hyjni. Kështu thanë sikët sipas mendimit të tyre, ndërsa deklarata e tij ishte se kishte marrë frymëzim nga Allahu i Madhërisëm, ishte dërguar prej tij dhe ishte dërguar për t'i thirrur njerëzit drejt Allahut. Ai thot, unë megjithatë, edhe pse kisha bërë beatin, më lindi dëshira të bëja pak shaka. U thash, unë e njoh Mirza Sahibin, në Sialkot ai dhe babai im ishin të dy në punë. Ata pinin bashk bhang, pra drogë e gjëra të tilla. Këtë u thash thjesht si shaka, nga që isha i ri akoma dhe kishte besim të dobët, andaj nuk nguroj të thoshte këto fjalë. Ai vion, unë thash sikve për Mesihun e premtuar selam, ai pinte bhang me babain tim. Atëherë ata sik me njëherë thanë, o zotëri, këtë mos e thuaj kurse si. Ai është një njeri shenjtë, një njeri jashtëzakonisht i vërtetë dhe i ndershëm. Ai është aq i njohur saqë njerëzit e sjellin si shembull. Nëse dikush flet të vërtetën, te ne njerëzit thonë, a mos je biri i Mirza Ghulam Murtazait? Pra, për ne, vërtetësia dhe sinqeriteti janë bërë shembull. Thanë ata sikët, ai ka luajtur me ne në fëmijëri dhe na lexonte libra, ishte biri i një prisi. Domethënë Hazrat Mesih ibn Islam ishte biri i prisit të Kadianit. Tha, ne e respektonim, ai ndryshonte dita ditës, ne e respektonim sepse ishte biri i prisit. Sidoqoftë, ai vazhdoi të ndryshonte derisa erdhi një kohë që filloi të rinte brenda dhe nuk dilte jashtë.
Domethënë Hazrat Mesihu ibn Islam zgjodhi vetmin. Than brenda në fshehtësia i vazhdonte të përgatiste magji. Këta ishin njerëz paragjikues sepse nuk dinin shumë për fen, mendonin se ai po bënte magji duke qëndruar brenda. Than dhe ai ka bërë magji deri 4 milje rreth e rrotull Kadianit. Domethënë i bindi njerëzit për veten e tij dhe u bëri të pranonin të vërtetësinë e tij. Nëse tek ai vinte dikush nga çfarëdo feje, ai ia vërtetonte veten të vërtet nga vetë feja e atij njeriu dhe ia vërtetonte fenë e tij të gabuar. Ai thotë se ka ardhur nga qielli. Këto ja tregoi Sikhu. Ai thotë, unë i dëgjova këto gjëra prej tyre. Pastaj kur zbrita në bujtin në Kadian, aty ishin 3 a 4 djem. Thash me vete, ti sprovoj pak këta. Nëse kanë pranuar drejt apo jo. Prandaj u flisja atyre me ashpërsi. Por ata silleshin me mua me butësi dhe me shumë moral, pavarësisht nga keqsjellja ime. Pra doja të shikoja se si ishte edukimi i tyre. Përballë ashpërsisë sime, ata silleshin me shumë butësi dhe moral. Unë thash, dua të takoj Mirza Sahibin. Ata thanë, në këtë kohë ka dalë për shëtitje, është e vështirë ta takosh. Duke u endur në Kadian, zemra ime u ngushtua shumë për shkak të vapës së madhe, vendosa të kthesha. Pra siç ju thash më herët, besimi ende nuk ishte i fortë tek ai. Në rrugë më doli një arab. Ai tha, vlla, ke ardhur në Kadian, duhet patjetër ta shohësh Hazrat Mesihun e premtuar, nuk e gjen më këtë kohë. Njerëzit do të vinë, por ky personalitet nuk do të gjendet më. Ke rastin, takoje e pastaj shko. Por unë nuk ja vura veshin dhe i thash karrocierit, nisu tani, vapa më kishte lodhur, takimi nuk po bëhe, ndaj vendosa të kthesha. Sidoqoftë, në atë kohë u thirrë ezani. Thash, tani do të fal namazin dhe pastaj do iki. U ktheva drejt xhamis. Aty takova përsëri arabisht folcin, që më kishte thënë të mos ikja. Ai më tha, vëlla, që nga i qast, unë kam rënë në sejdë dhe jam lutur për ty që Allahu i Madhërisëm të ndalë, që ta shohësh Hazrat Mesihun e premtuar. Ky ishte edhe sinqeriteti i atij arabi. Kur ai tha se po ikte, arabi mendoi se kishte vetëm një zgjidhje të paraqitej para Allahut dhe të binte në sejdë. Ai thotë, që atëherë kam qenë në sejdë dhe po lutesha për ty që të mos ikësh pa e parë Hazrat Mesihun e premtuar selam. Pastaj i thot, unë e pash Hazrat Mesihun e premtuar. Ai erdhi dhe ul në kuvend. Unë qëndroja përballë. Mjekra, koka dhe mustaqet i kishte thot për vete. Mjekra, koka dhe mustaqet i kisha të gjitha të rruara. Hazrat Mesihu ibn Islam ishte ulur me kokën ulur. Unë thash në zemër, derisa të mos e shoh fytyrën e këtij njeriu, nuk do të kem bindje të plot. Edhe pse kishte bërë bejatin me letër, ende nuk kishte bindje të plot. Edhe nga fjalët e tjera duket se nuk kishte ende bindje të plot. Pas pak Hazrat Mesihu ibn Islam ngriti fytyrën dhe më pa mua. Unë thash në zemër, qen ka njeri i drejtë. Kur pash fytyrën e tij, nga zemra më doli, pra për herë të dytë, nga zemra më doli zëri. Ai është i vërtet, është i sinqert, i ndershëm. Pas pak kohe ai ngriti përsëri kokën dhe më pa. Unë thash, amanna, unë besova, wa saddaqna, dhe dëshmoj se është i vërtet. Herën e tretë kur më pa përsëri, thot se unë u flijova krejt pas tij. Pastaj u ngrit namazi. Sapo Hazrat Mesihu ibn Islam namazin, pra fali namazin, filloi të hynte pasi mbaroi pas namazit, domethënë, filloi të hynte brenda, një person qëndroi pranë derës dhe i tha, "Huzur, lutuni për mua." Ai tha, "Ju jeni në bejatin tim, në xhamatin tim, unë lutem edhe për armiqt." Hazrat Halifa Nizamuddin tregon, unë kisha shkuar nga Sialkoti në Shikarpur, Sind, për punë. Dëgjova shumë zhurmë kundër Hazrat Mesihut të premtuar. Në Amritsar kisha disa miq, prandaj erdha prej andej në Amritsar. Nga Amritsari kisha ndërmend të shkoja në Sialkot, por unë vazhdova të flija, ndërkohë të 2 trenat për në Sialkot u nisën. Kur u zgjova, mora vesh se trenat kishin ikur. Menjëherë më lindi në zemër mendimi se fshati i Mirza Sahibit është afër, duhet të shkoj ta shoh. Shkova në sportel dhe pyeta për trenin në Batala. Më thanë se nisej pas gjysmore. Mora biletën, arrita në Batala dhe prej ande shkova në këmbë në Kadian. Arrita atje në kohën e kindis dhe u takova me Hazrat Molvi Abdul Kerimin. Ai më njihte nga Sialkoti, sepse edhe ai ishte nga i njëjti vend. Thotë se u gëzua shumë kur më pa mua. Ne falem namazin e kindis.
Të nesërmen në mëngjes, i nderuari Molvi Abdul Kerimi e njoftoi Hazrat Mesiun premtuar, nga xhamia hape një dritare, Huzuri mori bejatin tim plan asaj dritareje. Ai vion, vetëm duke parë fytyrën e Hazrat Mesiut premtuar selam, zemra ime u qetësua. Bota mund të jetë gënjeshtare, por kjo fytyrë jo. Në fytyrën e Huzurit kishte një tërheqje të veçantë, prej saj rriste një dritë e tillë që i pushtonte zemrat. Po kështu, Hazrat Hakim Abdul Rahmani tregon, kur babai im bëri bejatin dhe shkoi në Çak numër 276, posta Gogjra, rreth Lealpur, bëri shumë tabligh në atë zonë. Njerëzit e caktuan atë imam të tyre. Kur filloi të mësonte Kuranin e shenjtë, një ditë ra fjala për vdekjen e Hazrat Isait alayhis salam. Ai shpjegoi gjerësisht çështjen e vdekjes së Isait. Njerëzit u habitën shumë. Ai thotë se në atë fshat ishte një person me emrin Vezir Din, i cili ishte kryetari i fshatit. Një ditë Vezir Dini i tha Hakim sahibit, "Më duhet një kazan i madh." Atje njerëzit e pasur kishin, pra nga që ky ishte Chaudhry dhe kryetari i fshatit, atje njerëzit e pasur kishin kazane të mëdha që të gatuanin, të ushqenin njerëzit të varfrit ose edhe për ceremoni të tjera. Ai thot, sidoqoftë, ai tha se i duhet një kazan dhe se në Gujranwala i bëjnë kazane të mira. Më tha, le të shkojmë atje ta marrim prej ande. Unë i thash, nëse patjetër doni të shkoni për të marrë një kazan të mirë, le të shkojmë në Betala, sepse atje bëhen edhe më të mira. Kur arritëm në Betala, i thash Chaudhry Vezir Dinit, këtu afër në Kadian jeton Mirza Ghulam Ahmed sahibi. Unë kam bërë bejatin e tij. Ai është njëri drejt e jani dhe edhe ju shkojmë të takojmë. I nderuari Vezir Dini tha, unë dëshmoj se ai patjetër është prej Zotit. Pra ai e njihte Hazrat Mesiun premtuar selam. Mandej tha, në Sialkot unë dhe Mirza sahibi ishim koleg pune. Unë isha topograf kurse ai punonte në zyrë. Pra Chaudhry Vezir Dini, që kishte shkuar me Hakim sahibin për të marrë kazan, kur ra biseda për Hazrat Mesiun premtuar selam, tha ai patjetër duhet të jetë i vërtetë sepse në zyrë kam punuar, kemi bashkëpunuar. Ai kur nuk mori rishfet dhe kur nuk gënjeu. Ishte shumë i përkushtuar i devotshëm. Një njeri i tillë nuk mund të bëj kurrë një pretendim të rrem. Unë e kam parë rinin e tij. Deklarata e një njeriu të tillë nuk mund të jetë gënjeshtër. Hajde, edhe unë po vi me ty. Kështu Chaudhry Vezir Dini shkoi më një herë dhe bëri bejatin. I nderuari Mia Feruzdin tregon, emri i gjyshit tim ishte Mia Nizamdin. Në kohën kur Hazrat Mesiu premtuar kishte ardhur në Sialkot për shkak të punës, gjyshi im i kishte siguruar një shtëpi me qira në lagjen Salu Gujer. Po përmes gjyshit tim, Huzuri kishte përgatitur dhe një unaz ari 6 gram dhe e kishte dërguar në shtëpinë e tij. Pra Huzuri kishte marrëdhënie të ngushta me gjyshin tim, thotë rrëfimtari. Kur Huzuri, pra Hazrat Mesiu premtuar selam, deklaroi ti ishte Mesi i premtuar, pas një farkohë gjyshi im bëri bejatin e tij dhe i tha gjithë familjes, unë e njoh atë që nga koha kur Huzuri ishte këtu në punë. Prandaj edhe ju bëni bejatin së bashku me mua, sepse kjo nuk mund të jetë fytyra e një gënjeshtari. Kështu në vitin 1892 e gjithë familja jonë bëri bejatin. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi tregon se Munshi Abdul Aziz Ojelvi Rafen rreth vitit 1890 unë isha topograf në fshatin Xhegetpur, Kohlia, distrikti Gurdaspur. Në vitin 1891, duke bërë përpjekje, u transferova në fshatin Sikhoa, Gurdaspur. Në atë kohë nuk isha Ahmedian, por kisha dëgjuar për Hazrat Mesiun premtuar. Nuk kisha kundërshtim, por më së shumti më pengonte mendimi se të gjithë dietarët, hoxhallarët ishin kundër tij. Kur shkova në Sikhoa, unë njoha me Mia Gjemal Dinin, Imam Dinin dhe Khair Dinin. Ata më dhanë për të lexuar librin e tij Izale Oham, pra librin e Mesiut të premtuar. Pasi bëra lutje, fillova ta lexoja librin. Duke e lexuar, vërtetësia e Hazrat Mesiut të premtuar u ngul në zemrën time si gozhd dhe të gjitha dyshimet mu larguan. Disa ditë më vonë shkova në Kadian bashkë me Mia Khair Dinin pranë dhomës së Rumbullakët për herë të parë pash Huzurin.
pra misionin premtuar. Kur e pash, i thash Mia Khairdinit, kjo fytyrë nuk është fytyrë gënjeshtarësh. Kështu bëra bejatin, pra beslidhjen, betimin. Po kështu, Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahibi Refen, edhe një transmetim tjetër të të nderuarit Chaudhry Zafrullah Khanit, i cili më refeu me shkrim sa avion. Kur e pash për herë të parë Hazret Mesionin premtuar në Lahore, në atë kohë në zemrën time nuk kishte ndonjë analizë të besimeve. Ndikimi që u krijua në zemrën time ishte pikërisht ky. Ky njeri është i vërtetë dhe ajo që thot patjetër është e vërtetë. Një dashuri e tillë për të u vendosur në zemrën time nga Allahu i Madhërisëm, saqë ajo është për mua prova kryesore e vërtetësisë së huzurit. Megjithse atëherë isha vetëm fëmijë, që nga ajo kohë deri më sot nuk më është dashur kur ndonjë argument tjetër. Më pas ndodhen vazhdimisht ngjarje që u bën shkak për forcimin e besimit tim, por unë e pranova Hazret Mesionin premtuar el Islam vetëm duke parë fytyrën e tij të bekuar. Po ai ndikim deri më sot është për mua prova më e madhe e vërtetësisë së deklaratave të huzurit. Në këtë kuptim unë mendoj se jam ahmedian që nga dita e 3 shtator 1904, kur e pash për herë të parë atë. Po kështu, Hazret Mia Sadedin tregon, kur bëra bejatin, i thash babait tim, a e di pse njerëzit po vinë në Kadian me karroca? Kaq shumë? Ai tha nuk e di. Unë i thash, Mirza Sahibi thot se unë jam Mesi i premtuar. Babai im tha, kjo gjë do të jetë e vërtet. Unë e kam parë këtë njeri që nga familja, ai nuk gjen. Hazret Mesi premtuar Islam thot, tani shikoni, Zoti e ka plotësuar argumentin e tij mbi ju në këtë mënyrë. Ka ngritur mira argumente për deklaratën time dhe ju ka dhënë rast që të mendoni se ai person që ju thërret drejt këtij xhamati në çfarë shkallë njohje është dhe sa shumë argumente paraqet. Ju nuk mund t'i vini asnjë tëmet, shpifje, gënjeshtër apo mashtrimi, jetësime të mëparshme, që të mendoni se ai që më parë ka qenë mësuar me gënjeshtër dhe shpifje, ndoshta edhe këtë herë ka gënjur. Kush prej jush mund të bëjë ndonjë kritik ndaj jetëshkrimit tim të mëparshëm? Prandaj, kjo është mirësi e Zotit që ai më mbajti që në fillim të vendosur në takva, për ata që mendojnë kjo është një provë. Hazret Mesi premtuar Islam duke na këshilluar thot, mbajini mend, kur e vërteta krijon plotësisht ndikimin e saj, ajo bëhet një dritë, e cila në çdo errësirë bëhet udhërfyese për atë që e zgjedh atë dritë dhe e shpëton në çdo vështirësi. Allahu i Madhërisëm na dhënë mundësinë që duke e kuptuar këtë realitet të jemi prej atyre që qëndrojnë në të vërtetën dhe gjithmonë të veprojnë sipas standardeve të larta të së vërtetës. सच्चाई पर कायम रहने वाले हों और हमेशा आला सच्चाई के मयार पर अमल करने वाले हों. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر